Historia fituese e vendit dytë është Besian Beam nga nacionale.com, gazeta online nacionale.com. Po nina shumë i nderuar me qenë këtu në mesin e shumë profesionistëve të medias, kolegëve me cilët ndoshta kena rrugtu bashkë për kohë gjatë, i nderuar zotëri Arab, të nderuar kolegë. Shpesh flasim për luftën kundër korrupsionit, po është halo marrën me raportu për korruptimin e luftës kundër korrupsionit. Seria e hulumtimeve për cilën unë kam raportu flet për njësinë e veçantë hetimore brenda policisë Kosovës që merret me luftimin e korrupsionit. Edhe me serinë e raportimeve prej muajit maj të vitit të kaluar, kemi arrit me dëshmu se qysh pushteti ka nis një angazhim me i largu, me i degradu disa prej hetuesve që i kanë hetu aferat kryesore korruptive, ku kanë qenë të përfshim zyrtar të pushtetit apo zyrtar të ministrive të ndryshëm. Normalisht, sikur çdo punë që e bojmë edhe kjo punë në fillim është kritiku e është thonë që është shpifje, megjithatë jam shumë i lumtur që puna jonë e ka dëshmu pas një viti saktësisht që ajo ka ndodhur. Pra, 5 hetuesit të cilët ne kemi publiku me emra që janë vendosur me një listë të largimit edhe të cilët janë sabotu e janë neglizhu në detyrat e tyre të përditshme, në muajin korrekt disa prej tyre veç janë largu, pra prej hetuesve që kanë hetu afera korruptive milionshë, janë degradu në policë patrulle, do të thotë një luftë të cilën edhe në artikull e kemi quajtur lufta e pushtetit me hetuesit. Po du me nis një seri të falënderimeve me ata pa cilë puna jonë është e pamundun, me sinjalizuesit, pa cilë puna jonë realisht do të ishte zero, ata që na tregojnë, ata që na njoftojnë për shkelje probleme dallavere të ndryshme që bëhen brenda institucioneve të ndryshme. Po du me falendëru jurin që e ka vlerësu punën tem, po du me falendëru BE-n që gjithashtu vazhdon me qenë mbështetëse e medjave edhe e gazetarëve në Kosovë, po du me falendëru gjithashtu OGK-n që vazhdon me qenë organizata kryesore që jep mbështetje gazetarëve në Kosovë, po du me falendëru kolegët e mi, një pjesë cilëve i kom këtu prej Gazetës Nacionale, edhe për fund po du me falendëru familjen tem cilët i kom mbështetësit kryesor. Faleminderit shumë. Congratulations. We are here tonight to honor the courage and commitment of journalists who chose to investigate, not to ignore, who pursued truth over comfort, and who showed that journalism, when done right, is not just a profession, but a public service. The European Union Investigative Journalism Awards recognize the kind of journalism that both demands and strengthens institutional transparency and accountability, protects citizens, and defends democracy. These are not just stories. These are investigations that reveal corruption, uncover abuse, and give voice to those rarely heard.